Jemi në Money Hour, episodi 3 i podcast Fast News Economy. Unë jam Aurora Sulçe dhe ndodhem me Ergis Sefan. Ergis, ku ndodhemi ne? Tek One Connect Hub, kubi One-it tek piramida në qendër Tiranës. Në fakt falenderojmë kompaninë që na mundson realizimin e këtij podcasti. Për çfarë flasim sot? Një temë e cila na prek gjithëve dhe në fakt ka të bëjë direkt me shëndetin dhe me jetën tonë përditshme. Është një temë në cilën e diskutojmë vazhdimisht në familjet tona, e diskutojmë në çdo kafe që ulemi dhe ndoshta shqetësimi më i madh që kemi për veten dhe për fëmijët tanë. Flasim për sigurinë ushqimore. Dhe kemi vendosur për të temë nisur nga rastet e fundit, dim të gjithë debatin e madh dhe shqetësimin që ngjalli, qarkullimi dhe hedhja në treg, shitja masivisht e mishit të pulës me salmonel, e luleshtrydheve me pesticide, e shumë raste që fatkeqësisht i dëgjojmë produkte jashtë standardit që i konsumojmë dhe do të kemi të ftuar një nga specialistët kryesor, mund të them herojnë kur flitet për çështjet e sigurisë ushqimore, ai që denoncon vazhdimisht edhe për gjëra që ne nuk i dim. Dhe vetëm pastaj kur ministria apo institucionet detyrohen të reagojnë dhe të pohojnë atë që është e vërtetë. Në podcast është Ervin Resuli, ekspert i sigurisë ushqimore. Faleminderit për ftesën. Ervin, përmenda dy raste, që është mishi pulës me salmonel dhe luleshtrydhet me pesticide. A ka produkte të tjera sot në treg që duhet kemi kujdes? Në fakt janë që nga dhjetori 2024 deri para pak ditësh, gati brenda kësaj jave deri nga hëna nga e marta, ne kemi pasur shumë se 2 raste dhe më shumë se 2 zëra që ju përmendët për sa i përket problematikave jo konforme ose jo të rregulla të produkteve ushqimore. Rasti dhjetorit që e mbaj mend gjithë është mandarina me pesticide. Dhe fatkeqësisht një pjesë e saj shkoi në treg dhe u konsumua. Rasti tjetër ishte salmonela në filetet e pulës. Edhe kjo me 1001 problematikat e tyre, për shkak sepse edhe kuadri ligjor i favorizon këto lloj rrethana. Kemi rastin e luleshtrydheve, absolutisht, por kemi së fundmi edhe rastin e aflatoksinës në qumsh, që ishte të hënën. Pra, e thënë ndryshe, në fakt, në 4-5 muajt e fundit, siguria ushqimore nuk është bërë më siguri, është bërë pasiguria ushqimore. Për vetëm në arsye, sepse tashmë, me sa duket, moskushtimi i rëndësisë koma përpara, para një viti, nëse janë akorduar buxhete për sigurinë ushqimore, nëse në 2022 u hoq statusi i inspektorit të AKU-s, nëse struktura përgjegjëse nuk është e mbështetur financiarisht edhe në aspektin e logjistikës për të kryer dhe monitoruar, nëse 70% kampioneve të laboratorit të vetëm që kemi ne i SUV-it dërgohen për monitorim jashtë, atëherë zgjasim kohën e analizës dhe kështu me radhë, pra e thënë në tërsinë e saj, duke qenë se nuk është kushtuar vëmendje e duhur sigurisë ushqimore në Shqipëri nga institucionet përgjegjëse, siç është Ministria e Bujqësisë, pasi ajo i ka në varësi të gjitha drejtoritë, apo dhe qeveria shqiptare për ta buxhetuar edhe për ta pasur në fokus këtë element kaq të rëndësishëm. Kur flasim për sigurinë ushqimore, flasim për sigurinë kombëtare. Larg qoftë një shtet armik nëse do të sulmoj Shqipërinë, atëherë një nga produktet ushqimore mund të kontaminojë apo të injektoj substanca të rrezikshme për popullatën dhe ne mund gjendemi përballë një katastrofe. Mund ta bëj sot lirisht? E kapim dot? Po në fakt ka treguar që mund ta bëj. Për aq kohë sa ne kuadrin ligjor dhe vigjilencën tonë e kemi shumë të ulët, sidomos në muajt e fundit, po vëmë re që rastet janë shumë të shpeshta. Çfarë ka ndodhur ndryshe në muajt e fundit? Po nuk ka ndodhur asgjë. Degradimi gradual ka bërë që tashmë sistemi i gjithë është rrëzuar për tokë. Pra, nëse para disa kohësh kishim një sistem që përpiqej të funksiononte, tashmë është i rrëzuar për tokë. Rasti konkret, drejtori i AKU-s është njëri kompetent, i cili propozohet nga ministria dhe miratohet nga kryeministri. Pra mban firmën e kryeministrit për të ushtruar atë detyrë apo për të mos u ushtruar. Vetëm në periudhën mars-prill ne kemi 3 drejtorat të ndërruar. Pra vetëm kjo i mjafton stafit, inspektorëve, administratës, të jetë një kaos drejtuesish. Nëse do marrim në 7 vitet e fundit apo 8 vitet e fundit, ne kemi të paktën 6 apo 7 ministra të ndërruar. Çka do të thotë, çdo ministër vjen, rri një vit, të paktën minimalisht duke qenë politik
dhe jo të fushësh profesionale, duhen minimalisht 6 deri 1 vit që të njohin njërë fushën. Në moment që ata e njohin fushën, ata largohen. Pra e thënë ndryshe, ndaj e thashë pak më parë që kjo situatë ka ardhur persistente dhe sistematike degradimi. Nuk është se ndodhi. Thjesht në këto 4-5 muajt e fundit, po shikojmë ato shpërthimet, problemet e sistemit. Pa është çështje edhe legjislacioni, siç e përmendët çfarë që ne kemi probleme në aspektin ligjor, apo është vetëm ekzekutimi, pra vetëm strukturat në terren që ka ardhur ky degradim. Shiko, ka një përplasje edhe në Europë midis prodhuesve vendor dhe importuesve. Çka do të thotë, po thomi, një prodhues i filetos pulës në Shqipëri, që rrit broiler, dhe një sektor i importit filetos pulës nga Brazilia apo Argentina që është goxha, tërkohën janë një lloj konkurrence. Në fakt, në vitet e fundit ne kemi vënë re që një pjesë e mirë e urdhrave të ministrit apo udhëzimeve apo pse jo dhe ligjet ndonjëherë janë bërë me porosi në vendin tonë. Pra ka një urdhër ministrit të dedikuar që favorizon një spektër të caktuar biznesi, duke ekspozuar për shembull konsumatorin. Nëse do marrim fjalë rastin e fundit të salmonelës. Kemi përballë 2 lloj urdhra ministri. Një i vitit 2017, ku në pikën 2 thuhesh e përmbledhur çdo kamion, kontener i ardhur nga Brazili duhet të merret Monster dhe veterineri i jep aprovimin për konsum pasi ka dalë përgjigja laboratorike. Vim në 2020 me urdhër numër 31 të vitit 2020, ku thuhet ndryshon pika 2. Mostra merret me bazë risku. Apo në bazë kontrolli, jo të çdo. Jo për çdo kamion. Pra, e konsumojmë në rast se rrezikojmë, kemi rast jemi helmuar marrim mostrën. Me bazë risku apo rreziku do të thotë që diçka për ty mund të jetë shumë e rrezikshme, për mua mund mos të jetë e rrezikshme. Pra lihet në vlerësim të veterinerit në pikën doganore, i cili në gjykimin e tij apo madhësinë e kompanisë apo një sër elementësh, ai mund të marrë kampion. Në të kundër ato kalojnë lirishëm. Flasim për kontingjentin e Brazilit. Pavarësisht se kompania që importonte filetot e pulës ishte kompani braziliane certifikuar në Bashkimin Evropian, po ja që ndodh që edhe nga këto kompanitë, po themi të mira, ka dhe probleme. Kush ishte ministër në 2017 në urdhrit parë dhe kush ka qenë në 2020 në urdhrit dytë? Interesante për media kjo. Në fakt, tek urdhri parë ka qenë profesor Panariti. Edmond Panariti. Po, duke qenë edhe mjek veteriner me profesion, jo për ta mbrojtur për arsye sepse është mjek veteriner, por duke qenë profesionist i fushës, unë mendoj që e ka parë arsyeshme që pika 2 të ishte kështu. Dhe kështu realisht pika 2 e urdhërit të 2017-s, të firmosur nga ministri i atëhershëm Edmond Panariti, ishte një mbrojtje për konsumatorin. Në 2020 ka qenë Bled Çuçi, ministër bujqësie, i cili nuk kishte asnjë lidhje me bujqësinë, dhe duke qenë se po flasim për industrinë e mishit, dhe po jap një statistikë në fakt, me qenë se jemi me Aurora me ekonomi këtu, janë 250 deri në 300 milion euro import të mishi nga Brazili, Argentina, Amerika dhe Kanadaja. Janë rritur në fakt. Pra, po flasim për një superfuqi apo industri të madhe e cila në gjykimin tim, pa lind ajo që quhet dyshimi i arsyeshëm, ka ndikuar që të lehtësohet kjo. Dhe sashin krahasim me prodhimin vendas, pra ky 250-300 milion që nëse e krahasojmë. Po, në fakt ne kemi rënje të fundit pas 2019 për sa i përket prodhimit të mishit. Ne druaj zër, ndoshta broilerin shkojmë deri në 50% prodhimit vendor, pra mishit të shpendit, ndërsa produktet e tjera normalisht nuk i kalojnë paktën 30% të prodhimit të mishit. Pjesa tjetër 70% import. Është i gjitha import. Pra, nga ajo që po më thoshe për urdhrat indirekt, duhet kuptojmë që lejohen kastile këto lloj kompanish? Pra nuk është vetëm çështja akuje dhe le të themi mos funksionimi institucional për shkak të problematikave të brendshme që ka një ministër, vjen një ministër dhe demoralizon punonjësit. Kemi një lobim, le të themi. Ka një arsye tjetër të shet? Ka lobim? Shiko, për mos të bërë histori e konspiracioni. Për mos të qenë këtu. Unë thash pak më parë që degradimi ka ardhur gradualisht. Për aq kohë sa ti ndërron drejtorin çdo muaj dhe ndërron 3 drejtora për 2 muaj, logjikisht këtu ka humbë fija e logjikës së të bërit institucion apo drejtori. Për aq kohë sa ti ndërron urdhrat e ministrit për interesa
mbi konsumatorët, pra për një grup importuesish apo biznesmenësh, pra këtu do të thotë që Ministria e Bujqësisë është shërbim të një grushti njerëzish të cilat, ashtu siç ndryshon urdhri për mishin, ka ndryshuar dhe urdhri për PMB-t. Dhe rasti i fundit që ka dalë në media është ethefoni, një hormon ky që përdoret për skuqjen e domates, i cili pavarësisht se në Bashkimin Evropian ka qenë ndaluar të përdoret në fruta në perime që nga 2012, pas shumë përplasjesh denoncimesh të specialistëve, atëherë Ministria e Bujqësisë në 2024 ka marrë vendim për ta ndaluar. Dhe çfarë ka bërë? Nuk e ka ndaluar, por e ka lejuar të përdoret ashtu siç përdoret në Bashkimin Evropian për kulturën e pambukut. Nëse do i drejtohemi, dhe disa media janë drejtuar Ministrisë së Bujqësisë se sa metër apo centimetër katror pambuk mbjellim ne, zero. Sa po do pyesë pikërisht për këtë pambuk në Shqipëri? Atëherë, kur ne nuk mbjellim sipërfaqe pambuku, ku e konsumojmë ne këtë hormon? A e gjurmon fakt Ministria këtë fakt Jo. Kur është pika fundore? Jo, dhe në fakt është për të ardhur keq që në gjithë këto historitë e sigurisë ushqimore, ne shikojmë edhe prokurorinë të rend mbas këtyre çështjeve që bëjnë bujë të korrupsionit ndoshta. Kanë filluar ata janë bërë si blogerë dhe ndjekin këto çështje që bëjnë zhurmë. Këto të tjerat që ndoshta nuk bëjnë shumë zhurmë, i kanë lënë në heshtje se s'mundet që një problematik kaq e shtuar, dhe po flasim për sigurinë ushqimore, sigurinë kombëtare, po flasim për në kuptimin e plot fjalës për genocid ushqimor, se si mund të lejohet dhe si mund të prodhohen ligje të dedikuara, sepse dikush do të shesi ethefon, bëhet një artific ligjore që lejohet të hyj. Ndërkohë që ne ethefoni nuk na hyn në punë, as për pambukun, as për grurin apo drithërat në tërësi. I hyn për drithërat Hollandës apo Austrisë, e cila nuk kanë diell, dhe atje nuk piqen dhe janë të detyruar të spërkasin me produktin për ta pjekur, por që te gruri nuk jep efekt sepse shihet, thahet, kalon një sër procese derisa shkon tek buka, ndërsa në rastin e fruta perimeve, rasti i skuqjes së skuqjes së qershive për shembull, apo skuqjes domateve, të cilat kputet edhe brenda javës ti e ke në tryezën tënde, në pjatë. Dhe për këto, që nga 2012 është hequr. Po dhe këtu ka një ndërhyrje, pra bëhet gjendet një artific. Pra, le të themi abuzimet dhe rrezikun me sigurinë ushqimore, qeveria dhe konkretisht Ministria e Bujqësisë po sanksionon me ligje në mënyrë që të shpëtojë kompanitë. Ndaj po them që ne në po ta shohim në vazhdim e saj degradimi ka ardhur në mënyrë gradual nga vetë titullarët e ministrisë, duke mos qenë profesionistë në radh parë, pra duke qenë njerëz politikë dhe njerëz që nuk e kuptoj pse vinë dhe pse ikin aty, ndoshta Po janë edhe konsumatorë, janë edhe ushqehen këtu, kanë dhe fëmijët e tyre, pra duket një paradoks shumë i madh. Unë them që këto, s'po përmend emra, këto supermarketet e dedikuara të veçantë me ca çmime që unë të paktën nuk e blej dot djathin 40.000 lekë, 50.000 lekë kilën. Kështu që unë mendoj që këto vjedhin mjaftueshëm për ta bler, po, për të kanë supermarketet e tyre ku vën blen që e din që aty janë. Që është një fenomen shumë interesant, në fakt edhe është në stil gjerë, sidomos në zonën e jugut. Një pjesë e mirë e këtyre, po themi, shtresave të larta, fundjavat, një fundjavë po ose një fundjavë jo, nëse do shohësh Kakavin, shkojnë gjithë në Janin, edhe gjithë pazarin e tyre, po të kontrollosh makinat kur kthehen Kakavi, kanë full me ushqime. Kështu që të paktën kjo shtresa e lartë, s'po thëm ministria, se ministria ndoshta e bie me charter, ku e di unë, por përpiqen maksimalisht kur dalin jashtë të bëjnë edhe pazare ushqimore. Dhe në fakt, në zonën e jugut, në Janin, për shembull, kjo është trend shumë i zhvilluar. Interesante për të përmendur edhe një herë qytetarëve që në këtë rast nuk është se kemi thojza shkelje të ligjit në ato që i bëjnë këto gjëra. Jo, i bëjnë ligjet enkas. Ato formalisht janë në rregull me ligjin. Do të thënë kompania thotë është në rregull. Po zbaton urdhën. I bën ligj, i bën qeveria dhe ministri ligjet që të favorizojnë kompanitë caktuara importin në dëm të cilësisë. Konkret në shtator-tetor 2024. Shkon për ndryshim me kërkesë të kompanisë së prodhuesve vendor të barnave veterinare. Atëherë kam shkuar e kam përfaqësuar në cilësinë e presidentit të urdhit mjekut veterinar, e kam mbrojtur. Dhe bëhen disa ndryshime, të cilat në një nga pikat i krijonte prodhuesit vendor hapësira që mund të importonte lëndë parë për prodhimin e medikamenteve veterinare nga vendet e treta, ato jashtë Bashkimit Evropian. Pra thuhesh faza e parë e ligjit, produkti
veterinar duhet të jetë i prodhuar një nga vendet e BE-s, i regjistruar në EMA, pra në organizatën e certifikimit medikamenteve. Ndërsa për lëndën e parë, pra lëndën aktive të prodhimit, dhe këtu ishte Hilja, thoshte duhet të jetë e prodhuar një nga vendet e BE-s, duhet të jetë në një nga operatorën cila BE-ja e ka certifikuar, ose edhe nga vendet e treta, por që të lëshohet autorizim nga importusi që kjo ka përmbushur standardet e mira. Do më thënë ti thuash andej na India, na Kina, ku ta di unë që s'mbarojnë zgëqet apo garazhet e prodhimeve të ndryshme, të lëndëve të para, të të lëshojnë ata një dokument dhe ti ta besosh atë që kjo është për veten e tyre. E thonë që kjo kompania që po eksporton juve në Shqipëri nuk bën, mos e pranoni. Dhe si ndikon kjo pastaj lënda e parë? Absolutisht. Preparatet veterinare dhe jo vetëm veterinare, po dhe pesticidet në Bashkimin Evropian janë rigorozisht shumë të rrepta në aspektin e karencës tyre ose pezullimit në qumsh apo në mish. Që do të thotë një produkt veterinar, për shembull që përdoret e broileri, po marr një rast amoxicillina, ndoshta e dëgjuar, gjendet me pezullim, pra ti nuk mund ta konsumosh mishin për 24 orë. Ndërsa produktet e botës tretë, për shembull shkojnë edhe 15 ditë edhe 2 javë, edhe 1 muaj. Dhe kjo sa më gjatë ta ketë karencën dhe kohën e pezullimit, lë hapësirë për abuzim, sepse ai fermeri, në momentin që e ka për të shitur, nuk pret periudhën e pezullimit. Do kështa dhe se di, dhe në shumë të rasteve nuk e di, se si e thonë. Dhe kjo bën që të kontaminoj sa më shumë produktin. Ama një produkt i Bashkimit Evropian krijon gjithmonë hapësira pozitive në radhë parë një herë gjatë vendosjes së diagnozës marrim shërim të shpejt të kafshës që po trajtojmë, dhe së dyti koha e pezullimit është e shkurtër që produkti mund të hidhet në konsum pa efekte anësore për tek konsumatori. Ndërkaq ka ligje dhe kuadër ligjor që bëhet tenka? Shansi ishte që kjo, në cilësinë e presidentit bashkë me urën e mjekut veterinar dhe stafin e bllokuam, e bëm aq problem sa e çuam në komisionet parlamentare dhe nuk kaloi. Dhe sot barnat veterinare për shembull ne i fusim vetëm prodhim të Bashkimit Evropian. Ama ishte nga ju, ndërkohë që nga ana e qeverisë ishte përkushtuar. Ishte gati për ta kaluar. Ata cilët teorikisht, por praktikisht kanë detyrimin ligjor për të mbrojtur. Ne paguajmë takse, mbajmë punë pikërisht për të qenë që të jemi sigurt. sigurt. Që është okay. Shiko, ka qenë një nga skandalet në fakt po prapë të siguria ushqimore, që prodhuesit, përpunuesit e mishit i adresonin një letër ministres Denaj, ku i kërkonin 2 pika shumë të rëndësishme. Së pari i kërkonin dhe ajo u shpreh publikisht heqjen e taksës 10% për importin e mishit nga Brazili. Pra të vinte mishi nga Brazili. Dhe, mish për të tërë. Unë kuptoj pafsinë e ministres deri në atë pikë që tha jemi në gatshëm, tha dhe jemi negociat ta heqim. Domethënë po fliste ministri e bujqësisë së Brazilit. Si bie po favorizonte fermerët e Brazilit. Ndërkohë që ajo taks 10%, pra në 300 milion euro, i thon 30 milion euro të ardhura për shtetin, mund të kalonin subvencionim drejt për drejti për prodhuesit e mishit në Shqipëri, pra si zhvillesh në dogan, u shkon dhe prodhuesit të mishit dhe ne mbas 5, 6, 7 vjetësh ne mund të prodhoni mish made in Albania. Për industrinë tonë, dhe siç nevoja të importo. Ose të shkonte strukturave mbikëqyrëse të Dhe kjo letra, e interesante e kësaj letrës, mos po më kujtohet tani, thoshte diku në Brazil, përdoret një lloj hormoni për shtimin e peshës së kafshëve, sidomos te mishi i derrit, që Bashkimi Evropian e ka ndaluar, duke qenë te produktet beta agonist edhe ne me ligj i kemi të ndaluara. Dhe përpunuesit e mishit i drejtoheshin ministrit dhe i thoshin për pikën 2 i thoshin, kjo substancë ne të na jepet mundësia që të importojmë nga Brazili deri në atë pikë sa Shqipëria të hyjë në Bashkimin Evropian dhe kur Shqipëria të hyjë në Bashkimin Evropian, se përdorim. Domethënë ne të vrasim sa s'kemi hyrë akoma në BE, se kur të hyjmë në BE pastaj të ndalojnë. Edhe aty e dinë se na ndalojnë. Dhe është bërë një zhurmë e madhe mediatike në fakt që larg qoftë kjo letër, kjo shkresë ose kjo kërkesë e përpunuesve të mishit mund të merresh në konsideratë dhe mund të ishte një hata për konsumatorin shqiptar. Ndërkaq kompani të caktuara, të cilat shesin sot mish apo dhe produkte të tjera, ai kontrollojmë dot ne, sepse ne themi mishi nga Brazili. Dhe është me këtë hormon që ligji është ndaluar. Po ku e dim ne që nuk futet një sasi me këtë mish? Si e gjejmë se efekti në trup tek unë që e konsumoj nuk është se ta jep menjëherë dhe ti bën analizën dhe e gjen. Ka një rregullore në të cilën nuk lejohet importi i mishit i çfarëdo lloj stabilimenti
në Brazil apo në Argjentinë. Pra ne sot importojmë mish nga ato stabilimente të cilat janë në listën e auditimit të Bashkimit Evropian. Ne marrim mish në Brazil sot atje ku merr BE-ja. Është e sigurt kjo, është e garantuar kjo? Është e garantuar sepse certifikata, tash nëse ndryshohet certifikata e origjinës gjatë 3 muajve në det apo në oqean, ajo që bënte mafia italiane, këtë nuk mund ta them me siguri. Por unë do të them që veterineri Pikut e ka të qartë listën në të cilat pasi ballafaqon certifikatën origjinale të produktit, dhe nëse ajo është një nga kompanitë e certifikuara nga Bashkimi Evropian, ai e lejon të hyjë. Në rast se kjo certifikat produkti nuk përputhet me listën e subjekteve të miratura nga BE, atëherë nuk vazhdon, nuk hyn, si thon. Qartë. Çfarë duhet bëjë një konsumator? Kemi produkte importi me rrezik. Kemi produkte vendase që lëndën e parë marrim nga jashtë, po sërish jemi të rrezikuar. Çfarë duhet bëjë unë si konsumator? Atëherë, ratë parë njërë konsumatorët duhet ndërgjigjësohen për të vërtetës dhe mbetet një mision edhe i ekspertëve, por edhe i medias, që në ratë parë njërë konsumatorët fillojnë të rrisin kërkesën e llogarisë në institucionet të cilat paguajnë taksat. Nuk mundet edhe nuk ka sens logjik që ne të mos kërkojmë llogari për shëndetin tonë apo për shëndetin e fëmijëve tanë. Pra duhet të ketë ju thatë janë disa skandale, në fakt reagimin e opinionit publik unë e shoh vetëm në Facebook. Nuk kam parë dikë të dali në protesta apo të reagojë seriozisht. Apo në mënyrë të vetë organizuar, qoftë edhe nëpërmjet rrjeteve sociale, pezullohet për shembull konsumi i mishit për 2 javë. Bojkot. Për t'i thënë industrisë mishit që o ju fusni produkte të standardeve ose ne ne u çojmë në kolaps. Ne ju falimentojmë. Pra, në fakt duhet ndërgjegjësimi konsumatorëve dhe konsumatori duhet marrë fatet e veta në dorë. Në kuptimin që përpara se të reagojnë institucionet dhe përpara se njerëz të cilët me agjenda të caktuara hyjnë në institucionet, në të cilat ne mendojmë se duhet të jenë garantë jon, duhet jemi ne të parë që duhet bëjmë reagimin tonë. Ka agjendë Ministria e Financave e Bujqësisë? Së dyti nuk shkoj te grepi jot. Së dyti është realisht konsumatori duhet të jetë bashkëinspektor me institucionet. Në ç'kuptim? Po minimalisht datën e ushqimeve duhet ta shohim gjithë kur blen market. Dhe në momentin e parë që konstatojmë që ajo s'ka don, duhet ta raportojmë. Sa herë hiqet një etiket e vihet një etiket. Ne jemi 1 milion apo 2 milion syrash që bëjmë pazar. Ndërsa inspektorët janë vetëm 300. Ervin, sa herë hiqet një etiket dhe ngjitet një etiket. Edhe në supermarkete shumë të shtrenjta, shumë serioze, në mes Tiranës. Po kjo është arsye pse ne paguajmë specialistët, nuk e dalloj dot, por veç datës pa. Aurora, unë jam i sigurt që nëse të paktën një herë nuk e ke parë frigoriferin ku ke marr mishin apo sallamet në market, nuk e ke parë temperaturën, nëse është vërtet 2 gradë apo 6 gradë, s'e ke parë. Nuk shkon në mendje, shkon e merr vazhdimisht. Pra, unë kam në aspektin e këtyre elementëve ku konsumatori kujdeset për veten e vet. Qofse ne flasim për produkte të ngrira, pra ti po merr një produkt të ngrirë, kofsha pule, po e marr kështu. Gjë e para, ai frigoriferi duhet ta ketë temperaturën -15, -20. Ore, po e marr te ky kazani ku janë kofshat, po ka temperaturën ku ka që apo është 5 gradë, apo është 2 gradë, apo është 0 gradë. Të freskëtat, që janë 2 deri në 6 gradë apo 2 deri në 4 gradë. Po ai kanë të gjithë, unë nuk e di për shembull këtë gjë. Nuk është turp ta them, po të gjithë frigoriferët ku merren bulmetrat, mishrat kanë temperaturën të ekspozuar. Dhe nëse nuk e kanë të ekspozuar, atëherë thirr atë menaxherin atje dhe thotë shoku, ku ta shohun çik temperaturën e kësaj gjë si po marr. Ai thotë, shoqë, derën edhe vazhdo. Sepse prandaj është kapitalizmi prandaj ka shumë supermarkete dhe ti bëj fala, edhe ai pasi javë, pasi ti si ke pa më derën ai mbaron punën. Po për çfarë paguaj aku unë për taksat e mia? Edhe një herë, duhet bëhemi edhe një herë bashkëpunëtor. Jo, patjetër. Unë jam dakord që ne do bëhemi bashkëpunëtor edhe për të korrigjuar akun. S'do kemi më. Po them që faji është konsumatori. S'do kemi më as AKU. Ervin, si e ke parë këtë gjë? Po, do ta diskutojmë atë pjesë. Imagjino, po them 300 inspektor që bëjnë inspektime me bazë risku, ku ata mendojnë që janë kompanitë problematike apo kompanitë që kanë shtrije më të gjerë, dhe imagjino 1,5 milion njerëz që bëjnë pazar çdo ditë. Kush e di sa mira biznese kanë gjithë Shqipërinë që nuk kontrollohen. Pra, nëse marrim 100 e ca mijë vet, 140.000 për shembull biznese që janë në total pak a shumë, nëse janë ushqimore 30%, për 300 nuk i bie radha kur të kontrollohen në vite. Mund të bjerë që mund të jetë edhe një herë në 2 vjet.
për inspektim. Një herë 2 vjet të paguajnë gjobën me qefa, imagjino çka bër 2 vjet. Po, 2 vjet s'ka bër. Çfarë fitimi kanë nxjerrë. Megjithatë, në këtë aspekt e kisha për konsumatorin, për sa i përket strukturave të reja. Nuk do kemi më autoritetin kombëtar të ushqimit. Kalojmë prapë te kjo historia e digitalizojmë edhe ato? Inteligjencë artificiale. Po kalojmë prapë te kjo historia çmontimit të institucioneve ose prishjes së strukturave apo nxjerrjes nga shinat atyre që mund të bëjnë punën apo mund ta mësojnë se si mund të funksionojnë institucionet. Kemi dhe justifikimin tani, inteligjenca artificiale do na ndallojë ushqimet e skaduara. Shiko, teknologjia, se po kalojmë në një temë tjetër, në sigurinë ushqimore normalisht ka avancat e veta. Për shembull, në sistemet e mieljes ajo mund të bëjë në kohë rekord diagnostikimin e kafshëve me probleme shëndetësore, mund masi nivelin e qelizave somatike, që është shumë e rëndësishme për cilësinë e qumshit. Pra, realisht teknologjia në sigurinë ushqimore ndihmon mjaftueshëm ose parandalon mjaftueshëm më saktë. Rasti edhe i teknologjisë, normalisht nëse të gjithë barkodet skanohen u vendoset data kur hyn në market, ai ka në mënyrë sistem alert, çdo mëngjes hap kompjuterin i del këto kode i kontrolloj. Se po flasim për miliona ose të shishja kilogramin e mishit, të frigoriferit, këtë mandalon dot. Atëre, për sa i përket strukturave, në fakt është për të ardhur keq se her pas here Shqipëria kalon në këto reformat e çuditshme të krijimit e të shkrijimit të strukturave. Për shembull, kemi rastin e krijimit në 2020 të Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes Bimëve. Një strukturë e re për shërbimin veterinar, që ka brenda inspektor edhe veterinarë që kryejnë praktikë veterinare, profilaksi veterinare, vaksina, matrikullime, certifikata lëvizje shëndetësore dhe me radhë. U krijuan në 2020, do shkrihet në 2025. Në këtë shkrirjen e madhe shkrihet bashkë edhe akuja, shkrihet bashkë edhe drejtoria e peshkimit, edhe bujqësia dhe bëhet një drejtori e madhe. Do me thënë, që ta kuptojmë, 5 vjet, paguam një drejtor, paguam shumë drejtora. Kur them drejtor, pozicionin, jo individi. Se po ta gjesh të 5 vjet një drejtor apo tjetë. Nice, pagën e kemi dhënë pavarësisht se kush e ka marrë. Drejtorin, institucionin, godinën, shërbimet dhe shpenzimet e tjera operative, trajnimet, udhëtimet jashtë, letra, boja, makinat, çdo gjë. Godina. Dhe pas 5 vjetësh shkrihet pa një analizë se çfarë ka bërë ky institucioni, çfarë na shërbeu dhe a u kthyen mbrapa investimi që bëm në para, në cilësi dhe në performancë? Problemi më i madh është sepse njerëzit mësohen me një rutinë dhe një praktik pune. Pra, ti një inspektor nëse mëson me atë proces verbalin, që ai ta plotësoj korrekt dhe ta vendosi kështu ose hierarkia institucionale ose mbi vendosja e ligjeve dhe urdhrave, pra në moment që lind një institucion i ri janë këto probleme, dhe ti gjatë gjithë kësaj kohe ke sistemuar gjërat që të gjithë kryejnë punën e tyre dhe të marrin përgjegjësimin punën e tyre. Në moment që ti ke bërë 5 vjet rrugë dhe ke sistemuar këtë gjë, ndodh që duhet ta rindesh prapë në fillimi. Dhe një rindezje në fillimi e përkeqëson gjën deri në atë pikë sa do dhe prapë janë 5 vjet tjera të kthjellohen ata inspektorët apo punojësit në institucionin që punojnë. Dhe kjo bën që mbas 5 vjetësh vin dikush më reformator dhe thotë ora sikur ta bënin kështu. Dhe po flasim Shqipëria është një fazë dhimbshme eksperimentale për sa i përket krijimit të këtyre institucioneve dhe sidomos flas për fushën time të sigurisë ushqimore. Shqipëria nuk e ka as pak nevojshme të shpiki, por ndërhyrja e politikës ndonjëherë i bën të nevojshme për të shtuar vendet e punës, për të rritur vendet e punës, për të reformuar, për të hequr ata të vjetrit, po themi që s'janë të partisë tonë, po janë të partisë atij, edhe kështu me radhë këto historitë shqiptare. Shqipëria duhet marrë modelin e asaj të cilët aspiron të shkojë, është modeli evropian. Merë një model i shtetit për afër nga natyra dhe masia që jemi ne, me rastin tonë na përshtatet shumë Kroacia. Për shembull, merë sistemin kroat, implementoje 3 milionë e gjys, 4 milionë banor ata, 3 milionë ne jemi aty dhe me sipërfaqe edhe me element det, mal, fush e gjitha elementet, mere implementoje dhe ndiqe. Që nesër, kur t'jemi gati për Bashkimin Evropian për të marrë atë pasaportën e famshme që thotë kryeministri, ne ti kemi bërë një pjesë të mirë të punëve. Për sigurinë ushqimore dhe për të hyrë në Bashkimin Evropian është një kapitull në vete, që është kapitulli 12, që është siguria ushqimore dhe veterinaria. Nuk ka BE dhe nuk të qas BE-ja dhe nuk të heq BE-ja bllokimin e produkteve me origjinë shtazore që ne kemi 35 vjet nuk eksportojmë asgjë drejt Bashkimit Evropian. Asnjë produkt edhe nën produkt me origjinë shtazore. Qumsh, djath, mish, sallamra, përpunime të ndryshme. Sepse është një kapitull i tërë për të plotësuar. Pra, po se erdhe në standardin e Bashkimit Evropian, është e vështirë
Ndaj dhe ne një pjesë të mirë standardeve i kemi të BE-s për ta edukuar edhe biznesin, edhe konsumatorin, edhe Pastaj që inspektorin. edukojnë vetë duke vendosur këto rregulla. Ajo që është më e keqe është që pikërisht këto institucione që lidhen me sigurinë ushqimore, pra lidhen me jetën tonë të përditshme, se ne ushqehemi përdit, janë ato që bëjnë eksperimente. Nuk po flasim për çështje që mund të jenë luksi, janë çështje të përditshme. Një kam një pyetje për stafet, për kapacitetet teknike të kapitalit njerëzor, sepse ka shumë profesione të ndryshme që po ankohen në Shqipëri, që po ka gjithmonë më pak profesionistë të mirë. Po me veterinarinë apo me specialistët e sigurisë ushqimore në përgjithësi. Mendon se brezi i ri po e zgjedh si drejtim, po e merr, kemi specialistë mirë? Atëherë, ne të mirë nuk është se i duam shumë, e kupton? Ai miri të jetojnë në Tiranë me 700.000 lekë të vjetra, i specialisti mirë veterinar me 700.000 lekë të vjetra në Tiranë, imagjinoni një çift i ri që ka mbaruar fakultetin e mjekësisë veterinare, është certifikuar, licencuar, punon tek AKU-ja apo tek AGMB-ja, të cilët marrin të dy nga 750.000 lekë. 1,5 milion lekë në Tiranë. 1,5 milion lekë në Tiranë, llogarit që ranë të gjithë elementet e tjerë për të jetuar. Mos të harrojmë që po flasim për mjekësi veterinare, po flasim për mjek, po flasim për njerëz të cilët në përditshmërinë e tyre apo në punën e tyre nuk kanë vetëm të punojnë, të shkojnë në institucion, po kanë atë që njihet ndryshe vetë edukimi. Nëse ke mbaruar mjekësi humane apo veterinare, do duhet që gjatë gjithë jetës tënde të lexosh dhe të mësosh. Do duhet gjatë gjithë jetës tënde të marrësh pjesë në trajnime, të marrësh pjesë në konferenca, të marrësh pjesë sepse vetë shkenca mjekësore është një shkencë e tillë e cila evolon për ditë. Për ditë dalin preparate të reja, për ditë dalin problematika të reja, për ditë dalin smundje të reja, për ditë dalin protokolle mjekimi të reja dhe kështu me rast, që do të thotë që ti jesh një mjek veterinar i cili i specializuar në fushën e sigurisë ushqimore apo të shëndetit kafshëve apo të shëndetit publik, ti do duhet gjatë gjithë kohës të trajnohesh. Tani këto të uruara 750.000 lekë do i mbyllin gjitha hallet. Një AKU e madhe me reforma. Malizi këtë gjë, thjesht për ta sjellë si rast interesant, 2022 në dhjetore me vendim të posaçëm parlamenti ka vendosur që rroga bazë për veterinerët të jetë 1.100 euro për veterinerët e rinj dhe mbi këtë pastaj të ndërtohet gjithë me sipas vjetërsisë, eksperiencë dhe shumë radhë. Dhe pse e bëri? E bëri sepse kapitulli 12 që është siguria ushqimore dhe veterineria nuk mund të bëhet me veterinerë jo të paguar. Për shembull, veterinerët e AGMB sot në rajon. Imagjino, drejtoria është tek Selvia e AGMB-s, ndërkohë fshati për të bërë profilaksinë apo për të bërë mjekime apo për të marrë mazh është mbrapa dajtit. Transporti e ka vetë. Veshjet një përdorimshë i ka vetë. Dhe gjitha këto duhet të mbylli 750.000 lekë. 750.000 lekë. Nuk i siguron. Ose i siguron të pjesshme. AKU-ja e madhe që do bëj qeveria me reformën, sa punë do bëj në këndvështrimin tënd? Unë mendoj që autoriteti kombëtar i ushqimit duhet të jetë në nivelet e ligjore, për sa i përket titullarëve dhe specialistëve, të konsiderohet paralel siç është SPAK-u. Pra, në radhë parë drejtori i AKU-s, ai që mund të vi, duhet kaloj, po them unë, me shumicë të cilësuar apo me 2/3 të votave në parlament, pra të bëhet një gare hapur dhe ta marrë mandatin nga parlamenti, ta marrë 1 ose 2 nga 7 vjet apo pa limit, por me kusht të rinovimit i bëhet nga parlamenti. Dhe duhet të jetë njëri që jo vetëm të jetë një menaxher i mirë, jo vetëm të jetë një jurist i mirë, jo vetëm të jetë një shkencëtar i mirë, jo vetëm të jetë një specialist i mirë, por duhet të ketë të gjitha elementet bashk, sepse është një institucion që realisht ka jetën e shqiptarëve në dorë. Dhe po flasim, kthehemi prapë te ajo e para, po flasim për sigurinë kombëtare, mbi të gjitha. Un kam një pyetje të fundit, Ervin. Me gjithë denoncimet që bën për institucionet, për bizneset, sa kërcënime me? Ne kam kaluar këtë fazë Aurora. Kemi kaluar herët këtë fazë. Ama ka pasur shumë, ka pasur kërcënime, ka pasur presione, ka pasur të drejtë për drejta, të tërthorta, deri te ato të heqim djalin e xhajes na puna, motrën e ke filan vend, kujdes këtu se gjoba se kjo. Por që tashmë mendoj që, shiko, unë jam 37 vjeç dhe kam menduar që 30 vitet e ardhshme i kam në këtë sektor. Dhe ndaj të gjithë, po themi, ministrat apo drejtorat e kanë të humbur sfidën me mua, sepse ata janë të përkohshëm në pozicionet politike që marrin. Pra janë ose për të rrujt tenderat e radhës, ose pra aq kohë sa është ministri aty, është edhe drejtori aty, ndërsa unë kam vendosur të jemi përjetshëm në aspektin e viteve që mund të kenë ngelur për të shërbyer dhe për të dhënë kontributin tim në atë në cilën kam bërë betimin. Për të shërbyer konsumatorit, për të shërbyer shëndetit kafshëve, për të shërbyer shëndetit publik.
Në këta aspekt e kanë pasur në fillim problem, por me kalimin e kohës ata e kanë kuptuar që e kanë sfidë humbur në këtë raport. E ty s'të bën më përshtypje. Mua nuk më bën për përshtypje se i kam kaluar gjitha mënyrat dhe format, e kupton, kështu që I kanë pas llafe, me sa duket. jo, Apo ka pas një veprim konkret? Jo, i ka pas dhe veprime konkrete, i kam pas për shembull në fermën e babait, për shembull në Fier, un kam pas gjob para disa vitesh për këtë gjë. Që gjas me bilanci tregtar I fermës ishte kështu bla bla bla, si ato gjëra. Hetimit tatimor rastisht. Po rastisht aty dhe gjen merret me fermën time se s'kishte kas fiskale, e kupton, ndërkohë që un kam vetëm një shic. Pra nuk shes në individ, un shes tek fabrika dhe un pres faturë elektronike. Jo po shi se kasat janë detyruar, se historia. Pra ka pas modele nga më të ndryshme për këtë aspekt, por gjë që është kaluar tashmë edhe mendoj që në fakt ndoshta edhe vetë ministrat e radhës, ata që kanë ikur apo këta që do vinë, kur vjen kokën atje ke Josteku që flen gjumë darkë, ndoshta ndërgjegja edhe I vret, thotë ore ky djali se paska dhe kaq keq se kjo paska dalë vërtet analiza. Tani, dua një Sepse deri tani, të paktën nuk di ti e marr me atë që njihet media fake news apo scoop. Tani, ministri më I mirë I bujqësisë dhe ministri më I keq I bujqësisë. Më fal, Gjise tash pyetje fundi. Dhe pse nuk kam përfunduar në fake news për vetëm në arsye sepse aleatët më të mirë të mit në informacionet e sakta janë vetë punojësit e administratës shtetërore, ata pak që kanë ndërgjegjen e tyre dhe kuptojnë që ore po fshihet salmonela, nxirre se po ata tregojnë. Po normalisht. Po pse kush më solli mu informacionin që mandarinat u hodhen në treg? Vetë punojësit. Edhe salmonelës. Ore vajten inspektorët, I rrafi biznesi, dolën për jashta, nuk u bën mas, nuk është bllokuar, nuk është tërhequr. Pra ka njerëz akoma në administratën shtetërore të cilët kanë një lloj ndërgjegje të pastër, mendoj për fëmijët e tyre, dhe të cilët përpiqen të japin një kontribut edhe në këtë lloj forme. Tani, ministri më I mirë dhe ministri më I keq I bujqësisë në këndvështrimin tënd si specialist? I fundit që ka ndërmarrë nisëm ligjore në vitet e fundit ka qenë Niko Peleshi, që ka bërë reformën e thertoreve. Gjysmake jo e përfunduar me shumë problematika, po që lëvizi diçka. Dhe gjithë tjerët më mbrapa pse kanë qenë në kuadrin e demagogjisë apo në kuadrin e PR-it. Më hakmarsi, dhe më I qeshan më shumë. Po në fakt gjithë më pak. Gjithë më pak. Nuk do ma thuash emrin. Jo, nuk ta them emrin se të gjithë kanë pasur formën e tyre për tu në thonjza për tu hakmarr. Për shembull, po t'jap një rast fundit të hakmarrjes fundit që është shumë interesante. E bukur fare kjo. Institucioni që unë drejtoj, Uri Profesional I Mjekut Veterinar të Shqipërisë, është I ngritur me ligj të posaçëm të Parlamentit të Republikës së Shqipërisë, pra nuk është një OIF. Funksionojmë si OIF, jemi me vetë financim, jemi me vetë organizim, funksionojmë bazë Këshillit Kombëtar, votimet bëhen një 3 vjet në nivel kombëtar gjithë specialistëve veterinar, pra ka një strukturë të Bashkimit Evropian dhe realisht është institucion I pavarur. Duke qenë se 2 presidenta përpara kanë qenë zgjatimi ministrave dhe janë përdorur për të firmosur ministrat nevojat dhe ligjet e tyre, sepse konsiderohet grupi më I madh I interesit. Nëse presidenti urdhri nuk do ishte zgjatimi I ministrisë, për shembull ai ligji I medikamenteve veterinare do kalonte ashtu bruto siç e kishin porositur atyre që u interesonte. E do kishim ishin nga Brazili me hormone. Dhe do kishim historira të tjera. Në këtë rrethan për shembull, ne kemi bërë në 1 mars kongresin e parë ndërkombëtar të mjekësisë veterinare. Po, e shumë të bukur në Durrës, një ngjarje shumë e madhe. Atëherë shërbimi veterinar daton 1928, themeluar nga Bilal Golemi, babai I veterinarisë shqiptare, një shkencëtar I cili la Francën Louis Pasteur, falë se po kaloj në këtë histori, po është interesante edhe për po pres kërcënimin unë. Shiko, kërcënimi të vinë edhe në formë mos mbështetje, dhe këtu doja dila. Ne kur kemi bërë kongresin e parë ndërkombëtar të mjekësisë veterinare, që të gjitha nëse do shikoni kongreset mjekësore të mjekësisë humane, të farmacistëve, psikologëve, gjithë ministrit përkatëse të varësisë kanë qenë dhe I mbështesin financiarisht, ligjërisht, logjikisht, institucionalisht, në gjitha format e mundshme. Në fakt, fatkeqësisht unë kam të dërguar shkresën në nëntor të 2020 I bie 3-4 muaj përpara se të bësh kongresin. Dhe përgjigja ka thënë ne kemi të pamundur t'ju mbështesim pasi se kemi në grafikun ton t'ju mbështesim. Çka do të thotë që vetë ministria distancohet nga siguria ushqimore në rastin konkret. Dhe në fakt ai që një kongres I mblodhi gati 800 veterinerë nga gjithë Shqipëria, pra ne numërojmë rreth 1100 veterinerë, mori gati, po themi 75-80% të veterinerëve, solli mbi 23 ekspertë ndërkombëtar, pra lektor të Gjermanisë, të Italisë,
ish krye veteriner të këtyre shteteve, ish drejtori AKU-s të Berlinit ka referuar për sigurinë ushqimore, pa rreth 23 lektor të huaj, bëri bashkë 4 organizatat më të mëdha europiane, siç është presidenti i veterinerëve të higjienës, presidenti i Unionit Veterinerëve të Praktikës, Dhe vetëm qeveria nuk presidenti i ishte. veterinerëve të kërkimit shkencor veterinar dhe i madhi presidenti i Federatës së Veterinerëve të Europës, pra 4 OJF po themi, të cilët sot shkundin Brukselin për ligje për shëndetin e kafshëve dhe për sigurinë ushqimore. Ministria e Bujqësisë jo. 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 Pyetja, Ergis? Dhe për ta kërcënimi ku bëhet krahasimi, është bërë një panajir privat. Pra jo të një institucioni, po privat në Lushnjë. Platinum sponsor Ministria e Bujqësisë. Pse? Sepse atje ka foto, ka PR, ka Kështu e donte. ndoshta atje ndahen dhe lekët. Këtej ne si dim to punë, kupton? Kam një pyetje të fundit për sa i përket ne si konsumatorë. 2-3 këshilla konkrete, çfarë mund të bëjmë ne për të ruajtur aq sa mund të ruajmë ne? Po, unë i thash pak më përpara, kontrollimi i datës kadencës është një nga elementet elementar. E shohim bluzën, cilësinë, përqindjen e leshit, përqindjen e pambukut, pulestër, s'është kashmir, ku ta di unë, pafund. E provojmë 3-4 herë dhe pastaj e blejmë, ndërkohë që i marrim produktet me një të parë, direkt merre e fut e koshi. Pra së pari kontrollohet data, së dyti kontrollohet temperatura nëse janë produkte të cilat duan një regjim temperature. Së treti kushtet e ruajtjes, mund të shiten biskota dhe karamele ngjitur me detergjentët, mos i blini. Kimikatet kanë një vend dedikuar, produktet ushqimore kanë një vend dedikuar. Pra, mangësia e institucionit është edhe ndërgjegjësimi i konsumatorit për ta lidhur pak. Pra, konsumatori edukohet në vimësi. Kështu që vigjilencë, një reagim popullor në aspektin e këtyre skandaleve, për të thënë politikbërzve, për të thënë drejtuesve që ne jemi këtu, ne po ju shikojmë, ne po ju vëzhgojmë, ne s'ju lejojmë, na elmoni dhe kështu me radhë. Absolutisht. Unë mendoj që nuk duhet ndodh kështu, po ja që ka ndodhur që ndoshta drejtorët e caktuar apo ministrat e caktuar mund të kenë një agjend kur vinë në këto dikastere. Agjenda jon e specialistëve, po themi, apo e konsumatorit është që të mbrojë veten e tyre. Dhe fëmijët e tyre. Elvin Rasuli, ishte kënaqësi që të kishim në Money Hour dhe shumë faleminderit. Faleminderit për ftesën. Të dashur miq, mirupafshim bashkë. Shi mirë tjetër.